Nga i kanë dalur shumë këngë hite. Mirë po nga tani do të dalin edhe me shumë mega hite. E kanë fjallin për Miksej, i cili vjen sonte në prive për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket studios së tij të re muzikore. Për më shumë detaje më të hollësishme ndjekim bashkë materialin e Vlorian Halilit. Përshëndetje prive, mirë se keni ardhur në Miksej Music. Ju tregoj pak për fillimit, domethënë, që këna bo një chilling room. Në pas një atmosferë diçka pak ma chill, këtë artistat që vinë me inqizu, po shkojna pak ka dhoma tjera. Qëtu e këmë bo një Hall of Fame me këtë projekte që e këmë bo shumicën për tyne prej 2005-ës deri në 2017-ën. Normal, një 100 diçka tjera s'ku mujtë një qitë se si kanë zonë, po ma kryesore t'i këmë qitë këto. Tash po jina pak në recording room, do më thonë dhoma artistit, ku artisti inqizon, për ndryshe që kjo është mikrofoni i famshëm që Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, krejt, çmimet më të mëdha kanë fitu për inqizuar në këtë mikrofon. Shkojna pak në dhomën tjetër. E që kjo dhomë është dhoma ku unë e kry punën temë, ku jo bëj imagjinë. Është njëri nga producentët më të suksesshëm tek ne. Para 13 vitesh ishte projekti i tij i parë në këtë punë. Me këngët e tij për 4 vite arriti të grumbullojë mbi 330 milion klikime në YouTube, me afro 180 projekte që mbajnë emrin e tij. Që nga koha e këngës Hatixhe në bashkëpunim me Capital T, ai më nuk solli muzikë, por u shkëput nga kjo punë për një arsye. Prej projektit fundit që e kom pas këngën Hatixhe, më ka dash më shkput pak për muzikës, për shkak se i kom pas dhe procese që u dash me realizu jashtë muzikës, po njëkohësisht kjo ma ka leju që gjatë kësaj pauze unë me punu në aspektin me bo një studio 3, cilën kom dash me pru me një standard jo diçka që ka ndodhë deri tash në tregun tonë. Të pas parasysh që këngët tona ja ka nisë më vlerësu ma shumë edhe kur po dalin në publik, po ka gjasa që me pas sukses edhe ndërkombëtar, e pse jo qajo këngë me pas edhe kualitetin e tillë. Kjo studio, Miksej Music, është e veçantë, vlera e saj është bukur e madhe, duke nisur nga mikrofoni i ëndrave të shumë këngëtarëve për të inqizuar në të që ka vlerën jo më pak se sa 15.000 euro. Mund ta paramenoni totalin e këtij ambienti. Ka anat e teknikës, këtë herë teknologjinë që e kom pru për këtë studio është nivel tamam ndërkombëtar. Domethënë tu fillu prej mikrofonit, prej miksetave dhe prej këtë ngjyrave për me bo muzikë, instrumenteve, licencave ndryshme, krejt janë high-end, si për ka teknologjia, si për ka çmimet. Edhe njëkohësisht pse kom bo këta, u konë që aftësinë teme me bo muzikë, me mujtë me shprej sa ma letë edhe sa ma shpejt. Apo kupton? Se normal që talenti është talent, po kur edhe pajisjet janë sa mundsojnë me shprej sa ma shlirë që ato, normal që kombinimi bëhet kërgja një farë miksi. Në këtë objekt është edhe një muri që përmban të gjitha hitet e producentit që nga viti 2015 deri më sot. Pjesa 2018 ishte e thatë. 2018 është e thatë për shkak se bashkë me hapjen e kësaj studios, jam menu që këtu ka dalë një mushë, në tonë, edhe tu startu, që është një sen interesant, është që qëtu poshtë, për fillimeve është në raj strefin, me këngën Kaje. Tash, të me thonë, gati 10 vjetë ma vonë, në raj strefin prapë me dalë qëtu. Edhe kemi një bashkëpunim të ri që mas një kohë e gjatë, po bëhem bashkë me një sen prasë. Në këtë botë shohim shumë yje producent si David Guetta, DJ Khaled, Major Lazer e shumë të tjerë, por tek ne i këtij rangu për tregun ton është dhe vetëm Miksej. Ideja për me u shfaq edhe në projekti ka qenë për shkak se e kom pa që në këngë që i punoj unë, nuk janë shumë të shpeshta që i prodhoj, po që ato që i prodhoj kom qef me pas impaktin sa më të madh.
Edhe përderisa unë nuk jam veç instrumentist ose beatmaker në një këngë, e kom pas arsyeshme që mu shfaq totalisht puna jam edhe mu vlerësu. Për çata edhe kem dalë me idenë me bo mixtape featuring nga artistat për shkak se o praktikë që edhe producentat këtë botën janë të bo, edhe është diçka që e qet ma shumë punën që producentat e bojnë. Kjo studio lërshëm mund të themi që për nga pajisjet i takon studiove të famshme botërore. Por sipas Mixit, muzika shqipe dhe yjet vendore kanë filluar të zbehen, e për këtë mund të ketë diku një defekt. Nashta që ka u degradu pak kvaliteti i muzikës, ka qenë që artistat janë fokusu shumë në një idenë cilat bashkëpunime kush me kanë me bo, e si janë fokusu produktin që e bojnë me pas kvalitet. Se ti mund është me bo me artista shumë trend, po përderisa se ki këngën e duhen, prap ajo shkon hoq. Pse s'ka pas është se nashta edhe që u fokusun pak gjinia femnore me mundu me vezë edhe jashtë, që nuk e përjashtoj mundësin, po menej që ma shumë u konë që nuk ka pas këngë duhna për femna. Apo kupton, nuk ju ka ofru, fokusi u konë ma shumë te hip-hopi edhe te rapi. Bashkëpunimet e producentit gjatë gjithë vitit do t'jenë vetëm me këngëtare femra, të cilat ky edhe i ka targetuar, e që kur t'ju vije koha do t'jenë të pranishme në publik. Mas bashkëpunimit parë që po me pru me Norën, po menoj prap me pas bashkëpunime me femra, për shkak se edhe ka pas mungesë muzikës mirë për gjinisë femnore, edhe e kom da që fillimi i punës ta me konë sa ma universal. Ekziston një pakjartësi në gjithë këtë muhabet. Këngëtarët fitojnë përmes performancave të tyre në klube të ndryshme, me këngët që kanë. Mirë po një producent s'mund të jetë në një koncert e të qëndroj sikurse një shtyllë. Fitimi i tij duhet të ketë një formë. Mixej ka me pas bashkëpunime me artista, do me thonë, unë kom e qenë producent ekzekutiv i komplet projektit këngës, do me thonë gjithë shka financohet edhe menaxhohet pi kompanisë tem, edhe normal që edhe tyrat që i gjeneron ajo prej burimeve financiare, normal që i marrë dhone, po artisti ka me pas mundësin që ato këngë gjithmonë me pas mundësin i performu, si çdo mysafir tjetër që e bën këngën me një artist ose producent tjetër, apo kupton. Mes tij dhe labelit Authentic, një kohë të gjatë kishte bashkëpunim të madh. Sot Mixi Music është i pavarur dhe i hapur për të gjithë. Pas një bashkëpunimi dikun 4 vjeçar me Authentic, përfundimisht kur e kemi përfundu projektin me Atigjen, që atëherë edhe kemi përfundu marrëveshjen, gjithçka sa i përket anës tem u konë në mënyrë korrekte, masane i mra me pauzu me muzikë pak, për më ardhë me një studio të re këtëherë personale. Por tani, cilat janë raportet mes miqve të kahmatshëm Capital T versus Mixi? Raportet e mia ka ona artistike, biznesore, mendoj që janë neutrale për momentin. Me shumë përkushtim ndaj punës së tij, me projekte konkrete dhe të mirë menduara, Mixi do të nisë punën e rikthimit në skenën e muzikës sonë.